Punëtore për të rrogën, me 30 me 30 me të parin, kjo ja shtyn 2 javë, 3 javë, 1 muaj. Edhe e gjithmonë detyrohet me hi barq. Ose për një neglizhencë të vogël, për një diçka të vogël se ka kry punën, njeriu shkon i hakmirët, ndëshkan, dënon, ja hub një tretën e rrogës, gjysmën e rrogës. Çfarë bëj fukaraja? E do të tut Allahut, sepse haki punëtorit është i madh. Këshilla jam për ty si punëmarrës edhe për kolegët tu është, mëshironi punëtorët. Ora 7-7, 5-5 përfundon në kryemeselja. Nëse ka nevojë diçka me punu mas orarit, ja paku. Me orë. E që nuk kupton, ja jep hakun, si han njerëzën e punëtorit. Si të punëmarrësit, e që ti je punëmarrës, do të më mëshiru njerëzit. Punëtorët janë emanet. Është e vërtetë që njeriu shikon punëmarrësi që bjen firmashi, apo pronari firmës, është e vërtetë që ai dhe normale që ta shikon interesin e vet, e që bie marr për një punëtor që zotnon mirë atë fush, atë art, atë punë, atë punë që ka me kry. Pastaj është punëtor me përvoje e të tjerë. Është shumë e vërtetë, kjo edhe është drejtë e tij, s'ka gjë të keqe, por në anën tjetër punëtorit do të më rujt fort, mos më hamar haku. Sepse kur për mja lyp, ti pja lyp maksimum. E pse nuk jep hakin maksimum? Pse si? Kur për me lyp i tina, mënohesh me të shky njeriu. Me t'i ba edhe punë tjera të cilat kërkon nuk i ka në listë, kërkon nuk i ka në marrëveshje. Po sa punëmarrësi për shkak të keni në Kosovë është këtu. Sa punëmarrësi, i cili ka marrë punëtorët me punu në fabrikë, kompanit vetën, depo të azamit. Në një depo e cila, kushtë normale punon për orës 8 ose 9 deri në ora 5. Tani, këta i majnë deri në 6, 7, 8, 9. Edhe vetëm që majnë masë orari, por i shfrytëzojnë edhe për punë tjera, për shembull në shtëpi vet, ka nevojë me shkojnë në rregjbashën atje, ka nevojë me kry punë të shtëpia, e i thot mas punës këne shkoton atje ose ndjellën në vendin tonë shtonë se kemi bën një punë. Ti as klapët dokna, çapo dokna ty. Çapo dokna ty, sklava çka? Kjo së në thot jo sepse ngushtohet. Në anën tjetër ai nuk din më nalë të e keq përdor njeriu. Thua se kjo nuk ka familja, s'ka në me pëshua, s'ka në me pas kohë liras. Dhe kjo është keq përdorim në punëtorit. Dhe virtut Zotit. Ose, punëtore për të rrogën, me 30 me 30 me të parin, kjo ja shtyn 2 javë, 3 javë, 1 muaj. Edhe e gjithmonë detyrohet me hi barq. Ose, për një neglizhencë të vogël, për një diçka të vogël se ka kry punën, njeriu shkon i hakmirët, ndëshkan, dënon, ja hub një tretën e rrogës, gjysmën e rrogës. Çfarë bëj fukaraja? E do të tut Allahut. Sepse haki punëtorit është i madh. Haki punëtorit është i madh. Andaj, këshilla jam për ty si punëmarrës, edhe për kolegët tu është, mëshironi punëtorët. Ora 7-7, 5-5 përfundon në kryemeselja. Po që në perëndim, kjo nuk e dija ke për këtyt apo për perëndimit. Në perëndim atje, nuk e kanë emën Zotit, nuk e din çfarë gjunaj shumica tyne. Por kur përfundon orari punës, ai më pikti nuk lyp kur gjë. Po edhe kë e din që nuk kërkoj për i tina ma zgjat dhe ndërprej punë në lenë. Nëse ka nevojë diçka me punu mas orarit, ja paku. Me orë. E që nuk kupton, ja jep hakun, si han njerëzën e punëtorit. Ndërsa këtu tek ne, në kontratë shkruan për orës 8 deri në 5, e që nuk kupton 5 e gjithë 6 marrë të shtëpia, kë një herë në mujt, a 2 herë, 4 herë, a vjen as vjen me ku. 70-80-90% të ditëve, të kohës të mujit, ai edhe ka 3-4 orë 5, banote që i bje ka 3-4 orë të punë.
Apo ka është të njëjta? A nuk ka zëllëm kjo? Zëllëm? Të njëtu të Zotit.